kush janë ma optimistat shigjetartë, kush janë ma guzimtartë shigjetartë, kush e shofin të ardhmen para të gjithë neve shigjetartë. Pse? Pse shigjeta është në hark, edhe aja kur niset nuk mundet mu këthy ma. E këtë ka shigjetari, aj kur niset në rrugë nuk kthehet mu. Kujdes jo që i keni partnera shigjetar, se me ba mu largu i herë, shumë zare keni mi këthy besa edhe kur. Megjithatë, po flasim për shigjetarin pak seriozisht, se shigjetari është shej i zjarrt pra flakën e marrin ata. Edhe është i ndryshueshëm si karakter, i sunduar nga kush, nga Jupiteri, nga i plaku i trashtë, kam kallëzua i plaku i trashtë, thot, pidu i kërë që ku i ke dë, qaj është Jupiteri. Jupiteri është shumë i mirë, veç është pak budal se s'din kur munal. Edhe na e kena parashikimin për juve për vitin 2026. Me bami pa hartën që e keni ju, e keni bajagi të zgjeruar. Dhe me thënë, në shumë fusha, kjo është harta ju që e kam punu vetën, nuk është për të bukur që shto i punaj harta kur i punaj, por është bajagi e lërmishme, që i bjen me thonë që keni me pas shumë ndryshime të lifare. Fillimisht të në mu janis prej Jupiterit se është sundusi juj, edhe është normalisht shumë i rëndësishëm për juve, sepse e keni sundus, duke marrë parasysh që ajo është sundusi juj, ai për juve është në fushën e vetë, dhe me thënë është në fushën e nëndë, ku rritet dijenia, rritet dëshira për me mësu gjana që dëshirojmë me mësu, jo ata që na kanë në shkollë, do të me mësu matematikën, fizikën, historinë, gjeografin, e tutje që duhet, po mësimet të cilat ju dëshironi me i mësu. Që kjo është Jupiteri, që kjo është në fakt edhe shigjetari. Mëson vetëm atë që ka dënë me mësu. E për këtë ndryshim që kam i bo Jupiteri në gjysmën e vitit që i bjen në fund të qershorit, për juve Jupiteri do të ndodhë në fushën e nëndë, që për juve do të binë njoftësi ose marrëdhënie të mira me njerëz të cilët nuk jetojnë aty ku jetoni ju, me të hujt, marrëveshje me të hujt, takime me të hujt, punë me të hujt, zhvillim të idejave, zhvillim me dalën pak ju, me dalën pak ajo çka ju përfaqësoni edhe çka ju jeni në qatë firmë ku punoni, në atë biznes çka bani, ose çka do, është periudhë e shkëlqyeshme prej 30 qershorit, edhe një vit me radhë atje keni shansen me e përmirësu pra të gjithë këtë. Me mësu diçka të re, me dhanë maksimumin e vetë në punë në juj, edhe jo vetëm punë, në gjithë shka që ju mendoni që është, që jeni ju. Keni me pas shansat të reja edhe shumë të mira. Flasim për Saturnin, atash rojtarët e kohës e thojnë, Saturnit edhe Jupiterit. Saturni është e kundërta e Jupiterit, është faktikisht që ka ke mjell, ke korë. E kemi thënë shpesh, Saturni është një mësus i rrept. Ai që të mundon, por dhe të jep leksionet më të mëdha të jetës. Për juve është në fushën e dashurisë. Disa për juve kanë mu bo babalar, disa për juve kanë mu martu, disa për juve kanë me taku dashninë e jetës, disa për juve kanë mi dhanë kuptim serioz lidhjeve t'juja. Çka i bjen kjo? I bjen se shigjetari e shef veten shumë të lirë, është shumë sër me zaptu një shigjetar. Ai e ka konceptin e lirisë shumë të rëndësishëm për veten e vetë. E kur Saturni lëp disiplinë, lëp kufit të caktuar, lëp struktur, për shigjetarin është shumë zarë. Mirë po, është një periudhë kur Saturni për juve do të bi struktur në marrëdhëniet e juaja dashurore, ose në marrëdhëniet e juaja në çfarë do lloj marrëdhënies që keni, që i vjen me thënë kallzova. Dikush mu bo bab, dikush mu bo gjysh, dikush mu bo nan, dikush mu martu, dikush mu dashuru, besa definitivisht. Edhe është periudhë shumë e bukur për juve, për 2 vjet e gjysmë me radhë mos harroni, se fillon në 2026 me 13 shkurt. Me 13 shkurt, super shans që ju mu bo me në fund serioz të dashur shigjetar. Vazhdojmë me Uranin. Urani është planeta e befasisë, planet është baba i Venerës.
Me ju kalzu një ditë, kam ju kalzu mitologjin edhe kam ju kalzu çka është Urani për Venerën. Në fakt, është bajagi histori e gjatë, s'kam kohë sot, po ju tregoj. 26 prill, Urani ndron vend mas 7 vjetëve. Dhe do t'jetë aty për 7 vjetë me radhë. Këta e ndryshimet me dha, edhe duheni me ditë që për ju këta ndodhin në fushën e raporteve, po ashtu raporteve, i bjen me thanë, o shigjetar, mos u martofshi, ju që jeni për martes kuptohet, mos u martofshi që ta 2 vjetë e gjysë e se mërënda që në 7 vjetëve keni u martu. Dikush edhe befasishëm, pa prit, pa kujtu. Qysh në thanë mrenda një mujt vendos mu martu edhe mi dhanë seriozitet i lidhjes vetë, dashnis vetë e tutje. Për ata të cilët kajnë marrëdhënie gjata, me probleme, besa kjo është edhe divorc, është edhe ndamje të rrugëve, është edhe po ndryshimet mëdhaja, duhet me i dhanë liri raportit, Urani lip liri. Nuk mundeni ma me i majt lidhjet e juaja ashtu shtrëngushëm edhe mos me qenë tolerant. Se me Urani në shpinë e 7, do e mos ka mu fitu liria. Tash, ose bashk, ose të ndamë. Tash ju e zgedhni. Qysh po dani, po lirin, keni me fitu të dashur shigjetar. E kemi Merkurin, i cili i ka 3 periuda kur ka më shku retro. Na e dim që Merkuri është informata, e dim që në tana rrjetet sociale kur është Merkuri retro, dalin ata. Merkuri është retro, kujdes, çka ndodh kur është Merkuri retro? Vonojnë e-mailat, vonojnë mesajet, vinë gabim. Për shembull kur është Merkuri retro ndodh ajo, abdini, dënë mi aqu mesazhin dikuj e aqun krejt dikuj tjetër. Që ajo është Merkuri retro. Edhe ka herë besa dhe takseratit gjën për këtë punë. Periudat kur është Merkuri retro është 26 shkurt deri me 10 mars. Për juve, kujdesni me në shpe, diçka keni me pas, që si këthime, e keni bli një televizion, nuk punon, ka të bajnë me teknikën, Merkuri e dini se ish informat, s'punon televizionit, duhet mi këthy, me marrë tjetër, ose keni bli një maqinë ose diçka tjetër, kështu, e keni shansën që atëherë me i këthy edhe me i regullu që ata gjanat e cilat nuk po punojnë mirë. E kemi 29 qershor tjetër në periudhë deri me 23 korrek. Për juve është kjo periudha qershor korrek, periudha kur keni me taku njerëz që kanë me jetu pak me juve ose pak kanë me qenë jetën e juj, afera seksuale, afera kujdes të shigjetar, mundet me ju nxon dikush mesazhet ose ju mi nxon dikuj na çka është edhe ma keq është ashtu. Edhe kemi periudhën e tretë, 24 dhjetit, 24 dhe më thonë tetor deri me 13 nëntor. Nëntor. Edhe kemi në fushën e karrierës. Mirë ballë. Karriera prap diqysh ma mirë për juve, ma letë. Po më në jonë, në shtë edhe më gabim. Ju si doni, por kujdesni. Se në fakt kjo është periuda kur ju keni me kuptu diçka lidhën me juve. E se keni ditë. Çka është ajo që muhet me qenë që ju se dini lidhën me juve. Po se dini për shembull, që dikush ju ka rajt me vite, ju keni mendu që s'është ashtu. Vazhdojmë me njëherë me Venerën, e cila ka udhtimin e vetë retro. Venera e dima, janë bjen dashni, pare, po jo shumë pare si Jupiteri, po bjen pare mira. Ose si Urani që të befason fare. E kemi me 3 tetor deri me 14 nëntor në fushën e 12. E tash këto ju keni me pas nevoj me ju kthy do njerëzve të cilët kanë qenë përpara në jetën e juj, ju keni me marrë iniciativë me i ritaku ata njerëz, ju keni me pas nevoj me folë me njerëz të cilët ju njohin juve në originalitetin e juj. Jo ashtu qysh ju doni me e paraqit vetën, po ashtu qysh në fakt ju jeni. Kjo është periudha kur do të kthehen dashnit e vjetra, mos marrëveshjet do të rifliten, do të uleni me i diskutu pse ka ndodhur kjo, pse s'ka ndodhur kjo. Mshefësit me dalë në pak edhe kujdesni. Ju që keni çka me mshef, runu.
Vazhdoj me eklipset, e kemi një eklips, pse i flasim në eklipset? Pse janë shumë të rëndësishme. Në këtë 2026 për shembull i kemi 4 eklipse, që janë bajagit mëdhaja. 3 prej tyre janë totale. Kur është eklips atëherë diçka, qysh me thonë, është diçka mbyllur, për një herë heket kapaku edhe del në sipërfaqe. Shpesh them unë, edhe Kastraveci mendon që tegla është qielli, por kur ja hek dikush teglës kapakun, e shohin që është një qiell tjetër diku. Qita janë eklipset. 12 gusht për juve, 12 gushti është në fakt një periudhë kur ju do të keni çështjet juridike do t'i zgjedhni. Ata të cilët kanë problem me ligjin, me shtetin, me letrat, do t'i zgjedhin, ju që jeni të i prit letrat, dalin dikur, kanë me dal dikur, rreth verës, rreth 12 gushtit. E kemi Saturnin i cili po shkon retro. Çka tham? Ai mësuesi jon i rrept, po na jep edhe një shans. Një shans të dytë në dashuri. Nëse keni nis me hov, e keni bu kufi shumë të rrept, këtu keni mundësinë me i ripozicionu që ata kufi, me pas sfida të reja, edhe me pas marrëdhënie, me qitë marrëdhëniet e juaja në test. Për shembull ti thu, e kam gjetë një qik ose një djalë shumë të mirë, po ai po lip me shku vetë në pushim. Qito është testi. Ja jep ti shansën, le të shkon në pushim, edhe ta shohim mos ne kur të vjen, çka po gjejmë në atë telefon. Shigjetar, rujuni se ju jeni më të rrezikshëm se partnerat e juaj. Vazhdojmë me një herë me një tjetër event, e ai është një eklips lunar. Çka është eklipsi lunar? Është eklipsi hënës. Hëna është ndërdija jon, është friga jon, është jo vetëdijshmja, po e ndërdijshmja. E jon, e ju këtë eklips do ta përjetoni në emocionet e juaja, që pas kam ju lëndu dikush në fund gushtit, dikush kulmim i temave familjare, dhe dikush besa kam ju thane e kështu s'shkon ma. Duhet me vepru ndryshe ose me vepru tjera vendime. Ka mundësi edhe mu bajt për shpis, me shku me tjetër ku me jetu, ose mu bajt komplet me familje. Eklips lunar për ju në fund gushtit, në shtator, ju me kismet në banes 3. Bukur shumë. Vazhdojmë me një tjetër eklips prap solar, me datën që ta shkoka, me njerë, mas vitrit ri, 17 shkort. 17 shkort, ju do të keni ndryshim në raportet e juja me motra me vllazni, edhe për një herë ka mu bo shumë e rëndësishme atë që ka thoni ju. Që tash so ka jepnon veshin kërkosh. Për mas 17 shkurtit, shumë ka me qenë me rëndësi se çka keni me thonë ju të dashur shigjetar. Ajo njerëz të mirë, të cilët jeni shigjetar edhe tjerë, se ka këtu edhe asi që kajnar me këqyrë për partnerin e vetë. Ka këtu edhe shpijuna. Edhe jo të tjerët, po ashtu, të cilët keni qef mi pas një hartë natale, ose mi pas një hartë krasimore, ju edhe partneri juj, me pas e qka janë sfidat e radhës, edhe si ti kalojnë më let ato, jo mund të me kontaktoni, keni poshtë api shumit të gjitha danët e mija, mund të mi pas një termin me mu, e bani një pagesë. Pagë normale, edhe e bojnë një termin bashk, ajo zgjatë rreth 45 minuta deri 1 orë, i shikojmë planetat e juaja komplet, natale, ato me të cilat keni lind, edhe këto që ka po bojnë si vjetë. Deri atëherë ju duheni me qenë të butë me veten, shumë kujdesshëm me të tjerë, urime vitin e ri të dashur shigjetar.